Unë jam Marrë Berisha, nga grupi Golden Group. E kemi përgatit punimin gjelbrimi i pullazeve të objekteve në lëndën e menaxhimit të ndryshimit dhe inovacionit. Bashkë me mu në grup janë edhe Mimoza Fazliu, Arsema Bazi. Sipërfaqja e botës është 510.072.000 km². 148.940.000 km² janë tokë. 14 milion km² janë pyje. 130.000 km² pyje dëmtojnë çdo vit, duke konvertuar në tokë bujqësore apo në tokë industriale. me këtë statistikë pas 100 viteve në botë nuk do të ketë më pyje. Njerëzimi duhet të angazhohet sa më shumë në ruajtjen e ekosistemit natyror duke krijuar sa më shumë hapësira të gjelbërta. Një përqindje e ndotjes momentale të ambientit është rreth 100 mg metër kub, ndërsa norma e lejuar nga BE-ja është 50 mg në metër kub. Ndotësit kryesor janë makinat, treni, generatorët, ngroja gjatë sezonit të dimrit dhe veprimtaria njerëzore. Ndotja e ambientit shkakton edhe smundje. Më të shpeshtat janë smundjet respiratore siç janë astma, alergjitë, çrregullimet e sistemit nervor, tumorët dhe infeksionet. Ideja: Feriza i ka rreth 170 km². 35 km² është hapësira gjelbruar. Ky qytet ka nevojë për shtimin e hapësirave të gjelbërta, me anë të cilave do të bëhet pastrimi i ajrit. Ideja jonë është që pullazet e objekteve të shndrojmë në hapësira të gjelbërta. Feriza i ka 60 ndërtesa. Mesatarja e tyre është 600 m², që do thotë është një sipërfaqe prej 36.000 m². Izolimi që duhet bërë ndërtesave kushton 5 euro për 1 m², që në total do të vijë 180.000 euro. Mbushja me dhej përafërsisht do të kushtoj 2 euro për 1 m², që në total do të thotë 72.000 euro. Mbjellja dhe gjelbrimi do të kushtoj për 2 euro në m², që do të thotë 72.000 euro. Totali i gjithë investimit do të jetë 324.000 euro. Kursimet. Çmimi për blerjen e 1 m² hapësire në tokë kushton rreth 300 euro. Nëse duam të gjelbrojmë 36.000 m² në tokë, 10.800.000 euro do të humbin vetëm nga bllokimi i pasurisë së patundshme. Ndërsa po të implementohet ky projekt, do të shfrytëzojë kjo hapësirë edhe për ndërtime duke pas parasysh gjelbrimin e pullazit. Rezultati: shtimi 36.000 m² hapësirë të gjelbër qytetit, plus 35.000 m² që janë aktualisht, në total fitojmë 71.000 m² hapësirë të gjelbër në qytet. Me realizimin e këtij projektit do të kemi ajër më të pastër, gjithashtu edhe mundësia për smundjet që lidhen me ndotjen e ambientit do të zvogëlohet dukshëm. Me këtë projekt kursejnë investimet në pashët toksore, duke mundësuar shfrytëzimin e hapësirave për nevojat e tjera, ndërsa njëkohësisht gjelbrohen vendet të cilat nuk mund të shfrytëzohen për nevojat e tjera. Implementimi i projektit duhet të bëhet nga Kuvendi Komunal Ferizaj. Propozojmë të bëhet një rregullore që çdo ndërtesë e re që ndërtohet, pjesën e sipërme duhet ta ketë të gjelbruar.